motra ziliqare. Shumë dimra më parë, në mbretërinë e madhe të Floravellës, e jetonin dy princesha, René dhe Gloria. Gloria, nuk e për të më kapur. Do ta shohim atë. Jepi, dragon, jepi! Po, fitova! Je mahnitshme, René. Jam kaq krenar për ty. Baba, mami! Je një yll e dashur. E dija që René do të fitonte, prandaj e bëra këtë. Çfarë është kjo? Një kombinim mes frutash të pjekura dhe strudeli me moll? Si të duket? Oh, zot! Kjo është e shishme. Je mrekullueshme, dashur. Si ja dole, Val, të krijosh diçka kaq të vështirë? Oh, e shikoj Renen të bëj gjëra të vështira gjatë gjithë kohës. Siç thotë René, asgjë nuk është e vështirë sa të mos e bësh dot nëse përpiqesh mjaftueshëm. Do ta shohësh, René, edhe në polo do të mund. Vetëm prit. Kështu të dua. René, mendon se të pret një gare fort përpara? E po do ta shohim këtë. Dhe kjo është shumë e shishme. O, yjet e mi. Për gëzimet e mia, madhëria juaj, princesha René është vërtet një yll. Princesh, si arrini të përqendroheni kaq shumë ju? A e ke provuar këtë? E ka gatuar Gloria. Kjo është e shishme. Nuk kam provuar kur diçka të tillë më parë. Provoje këtë. Sa e mirë. Është e shishme. Princesh Gloria. E po, motra e vogël është gjithmonë yll i vërtet. Asaj i pëlqen shumë të gatuaj. Koha kaloi dhe princesha u ritën. Do të mund përsëri, Gloria. Mrekulli, Gloria. Ishte e mahnitshme. Thjesht bëj atë që bën René. Përqendrohem dhe fokusohem. René e dashur, ku e kishe mendjen sot? Unë... Ishe me përqendruar te Gloria se sa te gara jote, por ishit shumë afër. Tani jeni vajza, kemi banketin e madh sonte. Si princeshat e mia, duhet që të shkëlqeni si dy yje që jeni zakonisht. Madhëria juaj. Përsep Gloria më kopjon, edhe pastaj ajo del më e mira se unë. Si? Të lutem mos u mërzit kaq shumë. Nuk e përballoj dot të shoh kështu. Si të duket ky fustan? Fundja princi Mordok po vjen. Ha, e di. Në fakt, unë do të kujdesem vetë për të gjitha zbukurimet. Madhëria juaj. Madhëria juaj? Ky ambient është absolutisht mahnitës. U kujdesa vetë për të. Çfarë lulesh të rralla? I keni mbjell ju? Jo, kam një pasion për të rritur lule. Këto. Qeli një herë në 5 vjet vetëm për 3 ditë. Sot është dita e tyre e fundit. Deri në mëngjes, do të jenë zhdukur. Prandaj mendova, por se mos i sillja këtu. Çfarë pasioni interesant. Edhe unë kam pak përvojë si kopshtar. A mundem? Sigurisht. Babai juaj ju ka thirrur të dyjave, princesh. Duket se është një emergjencë. A është njoftuar Gloria? Jo. Mos e thirr tani për tani. Zgjidhe problemin e babait tënd përpara motrës tënde.
Pas humbjes së princit të Mordok, mos humbe dhe besimin e madhërisë së tij. Baba, çfarë ka ndodhur? Ku është Gloria? Jam këtu, baba. Të pashkur hyre, Rene. Duke i sikur ishe e mërzitur. Erdha të shija. Çfarë po ndodh? Vjedhës në pyllin e peridilit? Ne nuk e dim se nga kanë ardhur ata dhe janë të pakapshëm. Po mendoja. Të dërgojmë shumar në një karrocë dhe ushtarët tam të shtiren si tregtar dhe kur hajdutët të sulmojnë, do t'i kapim. Kjo është vajza ime. Pikërisht këtë po mendoja dhe unë. Baba, sa i madh është grupi? Askush nuk e di. Po nëse kanë antar të fshehur në përpem, edhe nëse sulmojnë njerëzit tanë para se të afrohemi për t'i grabitur, për këtë arsye kemi një ushtri të madhe, Gloria. Përse të humbasim ndonjë nga njerëzit tanë që ky grup të guxojë të grabis pranë një mbretëreshe të fuqishme si e jona? Duhet ta dinë mirë se çfarë po bëjnë. Por Çfarë sugjeron ti? si e morën vesh për grabitjen? Karroca të zbrazura dhe njerëz të plagosur. Atëherë, na lejo të bëjmë një gjë. Le të nuhasin qenë gjurmues karrocat e zbrazura dhe t'i dërgojmë në pyll. Të shohim nëse do të gjejmë hajdutët. Gjithashtu mallrat e vjedhura do t'u sillin dopi hajdutëve vetëm nëse arrin t'i shesin. Le t'i vendosim skuadrat e policisë sonë në zonat përreth pyllit. T'i veshim si civil, duke mbajtur në vëzhgim nga afër çdo që del nga pylli. Kjo do të marrë shumë kohë. Por është një metodë pa të meta. Derisa t'i gjejmë nuk do të lejojmë askën të kaloj pranë pyllit. Mendim i mirë, Gloria. Jam krenar për ty. Nëse kjo nuk funksionon, nuk do të kemi zgjedhje tjetër veç se të dërgojmë ushtrinë. Le t'i japim një javë kohë këtij plani. A mund ta bësh këtë për princeshën Rene? Përse të intereson ka shumë? Je thjesht një shërbëtore. Jo një shërbëtore. Unë jam si nëna e saj. Ajo ishte një foshnje vetëm disa orëshe, kur mbretëresha më ngarkoi mua Tarisja. Unë e kam rritur që të bëhet mbretëresh. Tani, ajo motra e saj e vogël e pa përvojë nuk mund t'i marrë të drejtën që i takon. Si të duash, për sa kohë që unë e marr arin tim. Por magjia e gjakut mbretëror kërkon që të përfshihet vetë gjaku mbretëror. Mirë, do ta sjell princeshën Rene këtu. Madhëria juaj, princesha Rene, mbreti juaj po ju thret. Vjedhësit janë kapur. Vërtet? Mendimi yt rezultoi sakt. Qenti nuhatën dhe i gjetën ata. Nuk humbëm asnjë njeri. Ti kishe një ide më të mirë se unë dhe Rene? Faleminderit, baba. Jam e sigurt që edhe Rene do ta kishte menduar. Por thjesht nuk e analizoi mjaftueshëm. Mjaft më me përkëdheljet Gloria, e gjete ti, prandaj shiroj meritat. Po jo, çfarë ka? Nuk jam e mjaftueshme. Humba, përsëri, nga motra ime më e vogël. Nuk bëj dot asgjë siç duhet. Jam një humbëse. Nuk mund të shoh kështu, princesh. Të lutem. Dëgjoj. Një dikë që mund të të ndihmoj. A do të vish me mua, princesh? Ti e di besoj që mund ta rregullojmë këtë. Por ajo është motra ime. Dhe konkurrentja jote më e madhe. Princesh, ajo mund të përgatis një eliksir që do të bëj princeshën e preferuar të mbretit. Si? Ky eliksir do ta bëj princeshën Gloria të marr. Kështu që idetë e saj nuk do të funksionojnë më. Nuk mund t'ja bëj këtë asaj. Efekti i eliksirit do të zgjas vetëm 6 muaj. Në fund të 6 muajve, mbreti do ta ketë humbur besimin te Gloria. Merreni, nuk do të zgjas për gjithmonë. Mjafton vetëm kaq që të bëhesh mbretëresh. Mere, përsjeje me qumësht dhe sigurohu që ajo ta marrë eliksirin natën e hënës së plot. Çfarë fati? Ajo është sonte. Gloria, dukesh e lodhur. Unë kam punuar vërtet shumë fort në kopësht para konferencës së Mordok, muajin e ardhshëm. Po përpiqem të rris disa lule të ralla. Aha, ti dhe princi Mordok. Shiko çfarë kam bërë për ty. Një pije energjike
Faleminderit! Mbreti i Sandersit dëshiron të nënshkruaj një traktat me ne. Çfarë mendon ti? Baba, një traktat është shumë i mirë se lufta, por nuk mund t'u besojmë. Prandaj edhe nëse nënshkruajmë traktatin, le të jemi të përgatitur për luftë. Ke të drejtë. Gloria, çfarë mendon ti? As traktat, as luftë, vetëm bankete dhe valle. Çfarë? Ushqimi i mirë shuan çdo gjë të keqe. Gloria, të duket sikur po tallemi këtu. Jo, një traktat? Po çfarë pati ajo? Çfarë po bën ajo tani? Gloria, jam shumë e shgënjur nga ty. Urimet e mia! Rene, fitove! Çfarë nderi të mbas përpara teje? Motra ime e madhe, të dua! Rene, e dashura ime, a je mirë? Baba, ka shumë herë kam humbur ndaj Glorias. Ajo fitoi në polo, kishte ide më të mira se unë. Duhet të kesh qenë shumë i zgënjur nga unë. I zgënjur me ty? E dashur, të humbasësh për disa sekonda ose centimetra nuk të bën as pak humbës e ty. Në fakt, unë jam shumë krenar për ty që po i mëson me gjithë zemër aftësitë tua motrës tënde të vogël. Një mbret apo mbretëresh nuk duhet të ketë gjithmonë idetë më të mira apo të di gjithçka. Ata duhet të besojnë vetëm tek njerëzit e duhur. Ne kurrë nuk mund të shgënjehemi nga ti. Dua të zhboj eliksirin. Ma trego se si. Një shigjet që është hedhur nuk mund të kthehet pas. Të lutem, duhet të ketë patjetër një mënyrë. Ka vetëm një mënyrë. Më thuaj, do të bëj gjithçka që duhet. Do të duhet ta marrësh vetë efektin e eliksirit. Pra ti do të bëhesh e marrë dhe ndoshta për më shumë gjatë se vetëm 6 muaj. Mirë, do ta pi vetë. A je sigurt? Po, ma jep eliksirin. A more ndonjë prej ti? Të lutem, më thuaj që jo. Gloria! Nuk e përse ta bësh këtë. Nuk e piva eliksirin që më dhe. Çfarë? Nuk e bëra. E dija që ishe e mërzitur kur fitova në polo. Kur kërceva me princin e Mordokut. Madje edhe kur baba i zgjodhi idenë time në vend të tëndes. Atë natë e pash Ursulën teksa fshije duke dal nga pallati. Daje ndoqa fshehur azi. Kur pash duart e tua duke u dridhur ndërsa më jepje pijen, e kuptova që diçka nuk shkonte. Daj nuk e piva eliksirin, por veprova sikur e kisha pirë. Përse nuk i the askujt? Sepse isha e sigurt që ajo që kishe bërë ishte vetëm një çast zemërimi. Unë e di që motra ime nuk do të më shite duke vuajtur. Ti ma provove që kisha të drejtë. Oh, Gloria, më fal shumë. Kam qenë kaq shumë e dëshpëruar sa në vend që të përqendrohesha për të bërë pjesën time më mirë. Jam përqendruar vetëm te mënyra për të mposhtur ty. Lere fare, të dua shumë. Edhe unë të dua, dhe më vjen shumë keq. Xhelozia është ndjesia më e keqe që mund të ndjej dikush, ajo i shkatron të gjitha. Më vjen shumë keq. Që nga ajo ditë, Rene mësoi se ishte më e mira kur përqendrohej në aftësitë e saj, në vend që të konkuronte kot me motrën e saj. Motrat ishin të mira veçmas, por së bashku ishin të përsosura. Zilia është një ndjenjë normale njerëzore. Të gjithë e ndjejmë her pas here, dhe kjo është më se njerëzore. Ajo që ka vërtet rëndësi është mënyra se si e përballojmë atë. A do ta lejojmë të rritet në idhërim? Apo do ta lejojmë të na mësoj diçka për veten tonë?
Të gjithë jemi të mirë në diçka. Dhe kur dikush tjetër shkëlqen në një mënyrë që ne nuk e bëjmë, kjo nuk do të thotë se kemi dështuar. Do të thotë vetëm që ata kanë gjetur dhuratën e tyre dhe ne duhet të gëzohemi për ta. Konkurenca është një gjë e mirë, por vetëm kur na frymëzon të rritemi, jo kur na bën të harrojmë vlerën tonë. Sepse në fund të fundit, jeta nuk ka të bëjë me të tejkaluarit e njëri tjetrit, por me ngritjen së bashku.